Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha zgjidhet numri 2 i unionit më të madh të partive të djathta në botë. Kryetari i Partisë Demokratike është emëruar nën kryetari i CDI-s gjatë asamblesë organizatës e mbajtur në Sao Paulo të Brazilit, ku votua për drejtuesit e rinj të presidencës. Në strukturën drejtuese të CDI-s bëjnë pjesë dhe figura kryesore të politikës europiane, si kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković, ish kryeministri sloven Janez Janša dhe kryeministri i Hungarisë Viktor Orban. Sekretari i përgjithshëm u zgjodh Antonio Lopez Isturiz White, ndërsa në krye të organizatës u rizgjodh Andres Pastrana. CDI-s, unioni më i madh global i partive të qendrës së djathtë, përfshin 115 parti anëtare nga disa kontinente me ndikim në drejtimin e vendeve kryesore të botës, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.